kuptoje këtë që në poezi po tregohet, se i devotshmi ruhet, zemra të mos i erësohet. Se ka kuptuar se nga kjo botë një ditë largohet, prandaj edhe ruhet që në përjetësi të mos dënohet. Pasuria dhe fama se kënaqin as pak. Pëlqimin e Allahut ai e ka merak, Kur'anin famëlartë ai e ka në gjak, veset e këqija neveritshëm i përflak. Me shumë përkushtim Allahun e adhuron, çdo frymëmarrje që merr atij i ja dedikon, në zhvillimin e shkencës aq shumë kontribon, se shkenca tek besimi në Allah aq ëmbël të fton.